Trupa gjykuese do të kryesohet nga relatore Ëngjëllushe Tahiri, ndërsa anëtarët do të jenë gjyqtarët Alma Kodraliu dhe Rudina Palloj. Përzgjedhja u bë përmes shortit elektronik sipas procedurave standarde të gjykatës. Në të njëjtin fascikull penal, përveç Veliajt dhe Xoxës, përfshihet edhe ish deputetja socialiste Klotilda Bushka, si dhe disa biznesmenë e organizata jo fitimprurse. Sipas hetimeve të SPAK, dyshohet se kryebashkiaku, i cili ndodhet në paraburgim prej shkurtit 2025, ka miratuar shpërndarje fondesh publike që më pas kanë përfunduar në organizata të lidhura dhe të kontrolluara nga bashkëshortja e tij dhe persona të tjerë të afërt. Ndryshe nga të pandeurit e tjerë, që gjatë gjykimit paraprak kërkuan shpalljen të papërdorshme të disa provave, Veliaj ka insistuar të njihet i plot me fashikujt hetimor. Kjo kërkesë krijoi një ngërç procedural dhe çështja kaloi për gjykim themeli pa u shqyrtuar pretendimet e tij. Nga shorti u përjashtuan gjyqtarët që kishin marrë pjesë më herët në fazat e hetimit paraprak dhe në seancat për masat e sigurisë personale për të garantuar panshmërinë e procesit. Tashmë pritet që brenda 2 javëve të ardhshme, trupa gjykuese të caktojë kalendarin e seancave dhe të nisë zyrtarisht shqyrtimi i çështjes në një proces që pritet të tërheqë vëmendje të lartë publike dhe politike.